Një zjarr i masave të mëdha ka rënë pas ditën e kësaj të hënë në zonën e njohur si qafa e Vidhit në fshatin Hekal të Mallakastrës. Sipas informacioneve, flakët kanë përfshirë një sipërfaqe prej 10 hektarësh me shkure dhe ullishte. Mësohet se flakët u afruan dhe pranë banesave, por pa shkaktuar rreziqe të mëdha. Në vendngjarje mbërritën 6 mjete zjarrfikëse të Ballshit, Patosit, Roskovecit e Alp Petrolit, me qëllim neutralizimin e flakëve. Sipas raportimeve, pas ndërhyrjeve është bërë mundur shuarja e zjarrit në Mallakastër. Nga ana tjetër, një zjarr masiv ka rënë në fshatin Kash të Ballshit, duke rrezikuar disa banesa. Sipas informacioneve paraprake, flakët rrezikonin të përhapeshin dhe drejt banesave të tjera. Forcat zjarrfikse u angazhuan në terren për vënien në kontroll të flakëve dhe shmangjen e përhapjes së zjarrit në zonën e banuar. Një zjarr ka rënë pas ditën e kësaj të hënë, gjithashtu dhe në fshatin Opar të njësisë administrative të Moglicës. Sipas të dhënave, zjarri ka përfshirë një sipërfaqe me shkure dhe barishte. Pas djegjes së sipërfaqeve me barishte dhe shkure, flakët janë përhapur edhe më tej. Zjarri ka përfshirë disa shtëpi të vjetra të pabanuara. Mësohet se drejt vendngjarjes u nisën forcat zjarrfikse që bën të mundur izolimin e vatrës.